Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. I lartësuar është Zoti i Madhrishëm, ai i cili ka krijuar dhe ka përsosur gjithçka me dijen dhe vullnetin e tij. Ai e ka plotësuar dhe ka përsosur fenë e madhe, fenë islame. Dhe ka dedikuar njeriu që përmes saj njeriu të udhëzohet në jetën e kësaj bote dhe të motivohet për betejat e jetës deri në ditën kur kthehet te Zoti i Madhrishëm. Përmes kësaj feje të madhe, njeriu e njeh Zotin e Madhrishëm, e kupton misionin e vet në këtë botë dhe i kupton mirë qëllimet dhe detyrat që i ka jeta e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se ditë pas dite dhe moment pas momenti po vjen ndoshta koha që të përshëndetemi me këtë muaj të bekuar, dhe në vazhdim të temës së kaluar dëshiroj me i thonë një 2-3 çështje, mësime të mëdha të cilat mund të kemi marrë nga thesari i muajit Ramazan. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se njeriu është krijesa më e dashur e Zotit të Madhrishëm. Dhe s'kish pat kuptim nëse Zoti i Madhrishëm këtë krijesë e kish lanë me bredh rrugëve të jetës, pa e ditë misionin dhe qëllimin pse ka ardhur në jetën e kësaj bote. Andaj duke qenë se Zoti i Madhrishëm e don këtë krijesë, nuk e ka lanë që kjo krijesë të bredh rrugëve të jetës. Por Zoti i Madhrishëm i ka dërguar pejgamber dhe i ka zbritur librat e shenjta për t'i treguar njeriu se pse je në jetën e kësaj bote, cili është destinacioni yt dhe ku përfundon krejt kjo betejë e madhe e jetës. Pra asnjë ligj në Islam, asnjë rregull në Islam nuk është i rastishëm, por është i caktuar mirë prej Zotit të Madhrishëm dhe secila është në dobi dhe në funksion të jetës së njeriut. Edhe agjërimi vëllezër, si një prej shkollave më specifike në Islam, shkollë ku edukohet ndërgjegja, ku pastrohet shpirti, ku arrihen objektivat më të mëdha shpirtërore, morale në jetën e kësaj bote. Ky agjërim vëllezër, kemi thënë është një paketë e madhe, një ofertë shumë e madhe e Zotit Madhrishëm, që njeriu mund të përfiton shumë prej saj. Ndërsa sot, për shkak edhe të kohës, du mi përmend një 2 çështje, një 2 mësime që ne ka dhënë muaji Ramazan. E para vëllezër, muaji Ramazan na mësoi se në jetën e kësaj bote njeriu i takon që ta trajton jetën dhe ti trajton të tjerë nga këndvështrimi i mëshirës. Njeriu është krijesë e mëshirshme. E ka potencialin të krijuar të tillë që të jetë e ndjeshme dhe të ketë dëmshuri dhe ti trajton çështjet edhe të jetës po dhe me tjetrin nga këndvështrimi i mëshirës. Vëllezër, edhe nëse jetojmë në një botë të pamëshirshme, edhe nëse jetojmë në një botë që të tjerët dëshirojnë me pru një standard të lartë të krimeve, ne si muslimanë kemi të obliguar të jetojmë nga koncepti i mëshirës, të trajtojmë njerëzit nga këndvështrimi i vlerave të mëshirës. Vëllezër të ndershëm, thjesht Zoti i Madhrishëm e ka vendosur një parim këtë dunja. Ai ka thënë i lartëmadhruari përmes gjuhës së pejgamberit: "Men yarham yurham." Kush mëshiron në tokë, do ta mëshiron ai që është në qiell. Kurrë mos e haro këtë rregull, se në jetën e kësaj bote do të ballafaqohesh në baza ditore, ku ka më të dasht me trajtu një temë nga këndvështrimi i mëshirës. Nëse ti mëshiron, e ke qelë një kapitull të mirë për vetën tane, dhe ke hyrë në sferën ku Zoti i Madhrishëm i mëshiron të tjerë. Po nëse ti e trajton dikan nga këndvështrimi i vrasësisë, hakmarrjes, padhemshurisë, ta dish se ke qelë një kapitull dhe ke hyrë me një perimetër që pa mëshira Allahut Azza wa Jalla nëse të kaplon, nuk duhet më kur gjanit e se botës ban dobi. Pra vëllezër, mësuam në Ramazan se sa është e rëndësishme mëshira, të qetë në tokë.
Zoti Madhërisht i ka lavdruar në Kur'an ato njerëz ka thonë të cilët ecën mbi tokë haunan, let, të pa zhurmshëm, bëjnë shumë vepra të mira, por s'bëjnë zhurmë të madhe. Keni pa edhe në përmexhlise të ndryshme, kur flitet për bamirësi, për rregulla, për disiplinë, më së shumti që i bëjnë zhurmë ata që janë as bamirësisë, as diturisë, as të rregullës, vlojnë, përtasin, flasin. A besimtari tha Allahu xhallahu ala është i qetë, është i mëshirshëm, është i butë, është pozitiv. Pse? Sepse ai ka kalkuluar diçka tjetër. Aja ka mësy xhenetit valla. Wallahi kush s'e ka mësy xhenetit komunal në përstacionet e jetës dhe ka me humb kartën e jetës. Ai që e ka mësy xhenetit e di vëllezër nganjëherë mos me kanë frikë ndaj Zotit. O çka di me bana dhe çka mund me bana çuditësh. Por i mençmi e analizon. A më duhet një argument nese para Zotit Madhërisht? A më duhet ndo punë që nese mi thonë Allahut, o Zot, unë e kam qenë në jetën e kalune, dhe t'je kanë dëshmitar që në situata ndryshme, unë e kam qenë besnik me ty, jam sill ti shumë ke thonë, pavarësisht tjetër shumë ka kuptu. Unë e kam lyp mëshirën tane dhe sot po e du mëshirën tane. Pra vëllezër, mësimin më të madh që kemi marrë në Ramazan, me i trajtu njerëzit mëshirshëm. Keni parë nga një komunikacion në karanu dikush, na kena frenu edhe mlefin edhe mendjen. Ne kush rrugës, ne kush ku diçka, çështu është jeta. Ne shijum vetëm një dimension, një etapë të shkurtër të jetës në nëmbrellën e mëshirës. I përjetuam do ditë në nëmbrellën e mëshirës. Po çka nëse vazhdojmë deri në fund të jetës të tillë? Të butë, të mëshirshëm, të sinqert, të pa lëkundër të vërtetën, sepse të jesh i mëshirshëm edhe mos me lshu penë të vërtetën janë begi standardet larta këtu. Ne pse jemi të butë, të mëshirshëm, nuk do të thotë që lëshojmë penë, nuk bëjmë negociata me vlera. Por na sillemi mirë që t'ja shpjegojmë për shkak fjalë. Pra kështu vëllezër e kemi mësuar në dimension se sa ka rëndësi mëshira në jetën e botës. Zoti Madhërisht ja ka përmend pejgamberit sa këtë lloj cilësie. Dhe i ka thonë walau kunte faddan galidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Ka thonë i dërguari Allahut me pas qenë ti i vrasht në zemër. Nuk i kishte arrit qëllimet e jetës. Nuk e shekon njeriu më i përmendur në historitë e njerëzimit. Më i dashuri. Por ai ka pas butësi vëllezër. Ka pas butësi. Edhe thot pejgamberi sa për cilësive të muslimanit është në situata komplekse, të vështira, ai e zgjedh rrugën e mëshirës. Butësisë. Edhe lën dorë Zotit Madhërisht faktet e jetës. Pra vëllezër, ky muaj na ka mësuar çka është mëshira. Edhe e dyta, sepse kjo temë është e gjanë. Dhe prej fjalëve që më së shumti më kanë bërë përshtypje se është temë shumë e gjanë, vëllezër, e keni pa në Kur'an përmendet Lukmani. Ka qenë pejgamberi Allahut azza wa jalla, ka qenë i ridishëm. Ka pas urtësi të madhe. Fjalët e tij peshojnë me ari. Një prej këshillave që Lukmani ja jep djalit vet ato, o biri jem. Thotë jeta më ka mësuar se nëse ti më shiron në tokë, e ke fitu mëshirën atij që është në qiell. Nëse flet mirë dhe bukur dhe but, keme i korë frytet e fjalëve të mira. Nëse flet keq, vrasht dhe banalisht, komentar momenti keme i korë frutet e fjalës të keqe dhe fjalëve banale. Dhe ka thonë di o birjem se kjo jetë është bashkë, çka të miell keme korë nesër në ahiret. Kur mos u mashtro me mendu se ke miell diçka këtë dunja dhe keme gjetë diçka tjetër në ahiret. O ju njerëz të mirë, që në bashkën e kësaj jete mbjellni gjërat e mira. Mos u bën marak se vallahi keme gjetë Allahu xhallahu ala të mirën që ke mirë këtë dunja. Dhe o ju njerëz që keni bën këtë jetë bashkë ku mbjellni gjithçka të keqe. Mos shpreso nesër me korë të mirë, sepse Allahu ka garantuar çka ke mirë këtë dunja keme korë në ahiret. A don me ditë ku e ki pozitën nesër te Allahu xhallahu ala? A don me ditë ku e ki vënë nesër?
Pyet e sot vetën tane, ku je sot ti? Në raport me fjalët e Zotit Madhreshëm, në raport me ligjin e Zotit Madhreshëm, në raport me ato punë që ka thënë Allahu me i bën. Edhe pasaj e din sakt se ku do t'jesh nesër në ahiret. Se s'ka mundësi me kanë kundërta. Dhe e dyta, vëllezër, prej mësimeve që kemi marrë në jetën e bote, vëllezër, në fund të ajetit kur Zoti Madhreshëm e ka bë farz agjërimin, e ka tregu vetë një arsye pse do të më agjëru besimtari. Dhe ka thonë Allahu xhallahu ala la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Devotshmëria është standardi më i lartë që mund ta mrrini njeriu në jetën e bote. Shkalla më e lartë e vetdijes është me jetu i devotshëm. Çka nën kupton me jetu i devotshëm? Mbranda kësaj cilësie për mbledhen të gjitha, edhe besnikëria, edhe sinqeriteti, edhe motivi pozitiv, edhe shumë gjërat e bukura që lidhen me jetën, bëjnë pjesë në fjalën devotshmëri. A është e lehtë kjo? Nuk është e lehtë. I thanë njënit për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thanë çka mendon ti për devotshmërinë? I thanë Ebu Hurajrës, çfarë devotshmëria? Ebu Hurajra tha, devotshmëria është rrugë me thera. Keni pa në jetën e kësaj bote me bë me tra. Këtë jemi pinarit në fshat. Me tra me ecna për rrugë me thera. Çka bën ti? Je shumë i kujdesshëm ku e çet kamën sepse therash. Jeta kësaj bote është kështu, e minune. Vetëm të devotshmit ecin këtë rrugë dhe nuk sharrojnë, nuk djegën, nuk therrën. Sepse devotshmëria është rruga tyre e vetme. Është mënyra se si kalojnë rrugët e jetës në jetën e kësaj bote. Vëllezër të ndershëm, standardi më i lartë që mund të arrijë besimtari është devotshmëria. Ai i cili ka dalë prej kësaj bote pa këtë kartë, vallahi ka vështirë në ahiret. Një prej ajete më të rana që është në Kur'an në surën Maryam, një prej ajete më të rana që flet për botën e ardhshme. Ani ajet në surën Maryam. Allahu xhallahu ala kur fol për urën e siratit, betohet dhe thot, in minkum illa wariduha, dhe se cila krijes thot, ka me shkelën e te. Se cila. Edhe ato që kanë shku para neve miliarda, edhe këto miliarda njerë që jemi sot, edhe ato që vinë pas neve. Një ka një në urë të siratit. E Allahu thot, në Kur'an, thumme në në gjillë ledhine, të kau, nëse do një me dita ku shpëton, ta kanë me shpëtu vetëm të devotshmit. Kodhi e lemër, ka marë fund kjo punë ma. S'ka mundësi me kalu urën e siratit. Ata të cilët e kalon devotshmëri në jetën e bote. E Ramazani vëllezër e ka mësu çka është devotshmëria, çka është përullësia, çka është sinqeriteti, çka është me jetu si njeri në këtë dunja. Me ambicie pozitive, po jo shkatrues, jo bukpërmys, jo arrogant, po i qetë, sepse jeta kësaj bote në varet për punë pozitive, jo për zhurmës që bën njeriu. Vëllezër, po ti shkon zhurma me i rrit lulet, i kish rrit mumurima. I aja bërtet fort, ja s'ka krijes tjetër. Por lulet i rrit ujë, i qetë, jo mumurima. Pra këtë dunja ndërton njerëz të qetë, të mençëm, të dijshëm, jo zhurmaxhit, jo ata të cilët s'ka hajër kur kush prej tyre, e në fund s'kan hajër ata as për jetës e tyre. Pra vëllezër të ndershëm, për këtë së shkollet madhe që ka mundë me marrë gjatë këtij muaji, shpresojmë te Zoti Madhreshëm që të paktën të dy cilësi ti kemi aktivizuar dhe ti kemi shyrë në mendjen dhe shpirtin tonë, mëshirën, ti trajtojmë njerëzit nga këndvështrimi i mëshirës, dhe e dyta ti arrijë objektivat e devotshmërisë, sepse rrugë tjetër e cila shkon për në xhennet nuk ka përveç se rruga besimit e rruga devotshmërisë, tu pe përmbylli për shkak edhe të kohës, duke lutur Zotin e Madhreshëm që të na i përmirëson zemrat dhe të na mundson që të kontribuojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.